kemi edhe pak minuta, por le t'i shterojmë këto në dy gjëra të përsëri aktuale, të forta, të mëdha, të rëndësishme. A mendon që ka ardhur koha, bile ka kaluar për të bërë ndërimin e emërvendeve që nga emërvende ilire, pellazge, më saktë akoma, ilire, arbane, pastaj gjatë pushtimeve morën emërtime slave, duke filluar nga Borisi, princi bulgar, deri ke Nemanjet e Stepanët në vitet 1200-1300, dhe sot një pjesë jo e vogël në fusha dhe në kodra, në i rasiral male si Jezerca, se edhe Jezerca Malibar, Mont Blanc, Malibar, Jezerca Frynera, slavisht. Pra, a ka ardhur koha, mendoni ju që të çojmë erë shqip aty zoti Guri, erë. Po. Që Frynera. Jezera. Dhe kanë dhe me ujë, Jezerca kanë vend deti, i thonë ujë, detë që e lagës me humidity. Po nuk e kanë ashtu pra. Po i përmbledhin bashkë. Po, atëherë ne kemi nisur një luftë të përbashkët. Ju e do ta vazhdojmë. Edhe ta vazhdojmë. Atëherë, a mendoni që ka ardhur koha që ne me një këmbgulje drejt të institucioneve bashkisë apo qeverisë lokale apo qeverisë qendrore? Pa diskutim. Po, urdhë. Jo jeni madje në një gjyq tani. Apo jo? Po. Jeni për polifoninë. Ne jemi për gjyq për polifoninë. Kjo është e dyta pyetje që do të bëja, për polifoninë. E lexova. E lexova në sytë tu. Po, bravo. Ne kemi nisur projektin e toponimeve. Bukur. Pra, kthimin në identitet dhe fillimin e bashkimit kombëtar. Bashkimi kombëtar bëhet në tokë, nuk bëhet në ajër. Bukur. Dhe bëhet duke kthyer emrin që ka patur. Ka patur një përpjekje në vitin 1937-38, në kohën e Ahmet Zogut, mbretit. Parlamenti ka bërë ndryshimin e 28 emërtimeve, toponimeve, e ka ndërshkruar dhe mbreti, por ka mbetur proces pa u realizuar. Sepse, që bëjmë qartë shikuesve, pushtuesit, pasi pushtonin një vend, ja ndronin emrin dhe i venin emrin e vet. Këtu mbaj regjisor, te kjo arta mbaj pak, ne do të kthehemi pra në identitet. Dhe pse ata na sulmojnë pasurinë kulturore thonë? Na sulmojnë sepse ata nuk kanë kulturë, nuk kanë as kom politik, as dinastik, as kulturor. Janë kombe fetare. Dhe ata kulturën na sulmojnë. Na kanë marrë. O përposit na morën lahutën, s'na morën dot, sepse meti gusla lahuta jon, ne ngadhnyem me gjubletën shqiptare, dhe na e kanë marrë polifoninë, dhe na kanë mashtruar, duke thënë e kemi fut polifoninë, e kanë fut isopolifoninë. Do t'ja bëjmë qartë shqiptare, pra është fut isopolifonia, jo polifonia. Pra polifonia shqiptare nuk është në UNESCO. Dhe isopolifonia vjen nga monofonia. Pra pse nuk e kanë futur atë këngën Maja Krau, që do të thotë kushtrim, këngë kushtrimi, kush është trim? Ka një përkthim lingvistik. Pra, atëherë kënga Maja Krau ishte me lëshu kushtrimin nëpër luftra. Pra, kush është trim? Kushtrim, e di, po ma kujtoj. Po, kushtrim. Na kanë marrë fustanellën. Fustanellën labe, fustanellën çame. Si kemi asnjëherë në UNESCO. U përpoqën me çuën UNESCO Festivalin Folklorik Gjirokastrës. Ne bëm luftë atë, bashkë me ju. Dhe mbetje. Donin me dërgu në UNESCO e me promovu me 11 prill. Ose në tetor, ose kur ka lindë Enver Hoxha, ose kur ka vdekur Enver Hoxha. Kjo është shumë e rëndë. Se kultura e një kombi nuk është 70 vjet. Sepse ata deshin me çuën në mënyrë kolektive. Të gjithë thashë, jo, i keni këtu. Dhe i mundëm, i detyruam të tërheqnin. Në qoftë si kujtohet. Kena më betejë të madhe, sepse çdo krahin ka të veçantën e vet. Të gjitha janë për UNESCO. Valli de Vëlliçe, Kësimi i Shkepsës i Lomës, i Kukësit, gjithë secili valli e Tepsijeve në Rugov, Kësimi i rëndë i Rekës në Maqedoninë e Veriut. Pra, Kësimi Kaçakçe, gjitha janë duke u munduar me i marrë vallën Çame. Valli Apiros. Po, Valli Apiros. Valli Apiros apo Smontaku, se Smontaku përveç se ishte virtuoz popullor, interpretues, ai ishte patriot i madh. Dhe në emër të asaj valli shpëtoi. Pra, dhe ata të gjithë janë munduar me ne marrë. Ne fustanellën labe e kanë qetërsuar dhe e kanë garda e mbretërore. Apo jo?
Po, e ka si prostituta. Kanë shkurtuar E kanë shkurtuar e kanë përgjithnuar. Pra, Kanë përgjithnuar, po. duhet të luftojmë sepse është shumë e rëndësishme mbrojtja e kulturës Janë vlera gjigande. Sepse është trashëgimia e në kulturë. Domethënë, ka 2-3 vjet që arritëm këtë sukses, sepse një kombë mbi 6.000 vjet, kjo kishte në UNESCO. Kishte pijet e Rajcës, kishte lumin e Gashit nga Trofoja, kishte Gjerokastën, Apollonin, Po, dhe Beratin, po. Dhe Beratin. Po, por s'kishte gjë shpirtërore. Po. Pra për herë të parë kemi sukses, sepse në rastin më të mirë për ata të Ministrisë Kulturës e kanë nga padia, po ka dhe rast të keq. E kanë nga shitja e kulturës kombëtare. Dhe ne do ta mbrojmë kulturën kombëtare. Kulturën kombëtare, shqiptarët do ta mbrojmë me çdo çmim, sepse mundësitë kena, dijet e kena, mbështetjen popullore e kemi, sepse Profeti Muhammed thot, jetë gjatësia një populli varet nga kultura tradicionale e tij. Dhe ne në bazë kësaj kulture kemi mbjetuar. Ndonë se jemi përballë me lloj pushtuesësh. E kemi pas një sakrificë kristiane, ja kemi dalë që të mbjetojmë. Dhe sot në momentet kruciale, përsëri jemi akoma të pabashkuar dhe ajo që na bashkon të kthehemi edhe herë është UÇK, 3 shkronjat e arta. Po e humbim betejnë me djemt në Hag, kemi humbur shtetin e Kosovës. Kemi humbur historinë kombëtare shqiptare. Prandaj sot është e domosdoshme një komb e një histori. Kryefjalë e kallëzues historisë tonë është UÇK-ja. Po pres pyetje tjera. Jo, te emërvendi pasaj. Edhe kjo është një betejë tjetër, që ne Samir për shembull në 46-ën u vu emri Tropoj dhe për 80 vjet edhe mbeti Tropojan. Shpesh edhe negativ. Shpesh Tropojani. Ta shpjegoj se ka pas edhe një këtë kuptim. Fjala emrin Tropoj e ka përdor Stefan Deçanski. Po. Për herë të parë 1330. Po. Për një fshat të Tropojës, që sot e ka emrin Aste, që vëllezërit tanë nga Tropoja të mos keq kuptohen. Se në shpik lloj fjalësh, jo Tropoj, jo shkoj, jo shkoj. Jo Trojan, jo Trojan e pa Trojan. Fjalën Tropoj e ka një fshat, që sot ajo ka emrin Aste. Po. Në vitin 1937-38 i është heqë emri. Po. Me vendim parlamenti. Po. Ka pas një përpjekje, ndonë se s'kanë qenë as të ditur. Sa? Sepse s'ka pas materiale, s'ka pas materiale. Po. Kurse sot ka më shumë materiale. Dhe e kanë heqë emrin Tropoj, fshatit, dhe e kanë vu 3 fush. 3 fush. Po. Në vitin 1946, Enver Hoxha, ja ka vu gjithë rrethet. Po. Tani çkusur ka një Kajmërturas, një Gashjan, një Ptyçjan, një nga Krasniqja, ta ketë emrin e një fshati, Tropoj. 1330 më të them, është vendosur nga Stefan Deçanski, me Kristobulin e tij. Në 1349 është hartuar kodi i Stefan Dushanit. Shfarossi, asfiksuesi, mbytësi. I biri këtij. Dhe për këtë kod i kanë shkruar dhe Vatikanit për shqetësimin. Dhe ky kod ka zëvendësuar të drejtën zakonore shqiptare. Se aty është bazuar, themelet e këtij kodi janë qëndërsuar. Pra, të shtetit arbit, që themeluan atëherë mbretërinë e arbit, Gjini, Përgoni dhe Dimitri. Pra, këto janë përdor. Dhe pastaj Lek Dukagjini. Po vdiq 1355-ën u shpërbon Perëndoria dhe dolën pastaj principatat. Dhe kanuni i Lek Dukagjinit është kushtetuta e parë, pan-shqiptare, pan-ballkanike, pan-evropiane, që zhduku asfiksoi kodin e Stefan Dushanit. Dhe ky kanun, ky korpus ligjor, që ishte 1263 nene, që ishte një regulator i marrëdhënieve juridike të kohës kur bota nuk qeverisej. Pra kishte një formë qeverisje zotëri. Dhe ky do të jetë pjesë e UNESCO-s. Po. Pa diskutim të tjetë pjesë e UNESCO-s, se kemi edhe kanune tjera. Kanune e Lavërisë, kanune e Lumës, Skënderbeut, Dibrës, i Lumës. Ky është kanuni që ka hartuar, sepse njerëzit e marrin kështu kanunor në mënyrë të vrazhd, Lek Dukagjini, ai ishte njëri i shkolluar, është rilindasi i parë i jurisprudencës evropiane. I shkolluar në Itali. Pra nuk është njëri kot, ka bërë 10 vite ta mbledh këtë kanun. Pra du të jetë kanuni i Lek Dukagjinit. Du të jetë
Në qoftë se ka hyrë Xhubleta, do të jetë Plisi dhe Xhamadani. Po. Plisi. Dhe gjithmonë shqiptari ka pas betim. Për këtë plis, e jap një plis. Po. Dhe sot është, për i plan tokë, e jap një kokë. Pra ndryshua, krye është një kokë. Por për të bashkuar tokat, duhet të bashkojmë kokën. Ne kemi probleme me kokat. Sigurisht duhet me mendje të ftoft, e me zemër, e me shpirt në zetë. Po me mendje të ftoft për të bashkuar për të rejë. Ne s'kemi sot mendim akademik. Ne s'kemi platformë të bashkimit kombëtar. S'kemi platformë, pra. Akademitë e shkencave, që dalin në mënyrë pompoze, dhe në flasin se çfarë mendimi akademik kanë zotëri. Në qoftë se ata kanë pas memorandume që nga Elia Garashanini, apo Koletës, me në Qertanin, apo me Galidhen, cila është platforma e Akademisë së Shkencave të Shqipërisë, apo Akademisë së Shkencave të... Ata kanë... Çubrelloviçi, për shembull, është antar i bandës që vrau Franz Ferdinandin. Është kriminal. Ka shkaktuar luftën e parë botërore. Shoqëria Dora e Zezë, si quhet. Antar i shoqërisë Dora e Zezë. Dhe ata kanë akademistë. Ata kanë filozofi Dobrica Qasiçin. Të zhdukim çdo qenie njerëzore që ndamarrët e saj nuk ka gjak serb. Po nuk ishte serb në shfaqje vonë zotëri. Pra ne kishim eposin e Kreshnikëve, që është 1350 të dokumentuar. Sipas Ramazan Sokolit. Ndërkohë Vuk Karadžići, jo kjo Vukići, ka qenë Vuk Karadžić që ka mbledh këngët popullore të Serbisë me pendel pule të ngjyrë në barut. 1820. Pra, janë shumë vonë këngët serbe, dhe serb do të thotë shërbej, pra kemi patur shërbëtor. Jemi patur shërbëtor. Dhe tani ata duhet na marrin gjithë shkatonën sepse ne s'kemi mendim të unifikuar akademik. Pra, ata kishin, thash, pykën shqiptare, operacioni Patkojmë dhe Shëvishit u bazuat tek ata. Kemi Ivan Driçin, Vukotiçin, kemi marrëveshjet siç u bën marrëveshja Lozanës 1923-shin për shkëmbimin e popullsisë në Greqi, pra dhënien e popullsisë Gjoja Beslimanin në Turqi, marrjen e popullsisë ortodokse me transfuzionin e popullsisë vendase, siç kemi shkëmbimin në veri, pra popujt slav janë përpjekur të na zhdukën në bazë të marrëveshjes që ka bërë Katarina Madhe e Pietri Madh, të gjithë ortodokset në një shtet. Ashtu po ndodh sot. Aleksandr Dugin, që ka bërë strategjinë e Putinit, 3 herë ka vizituar Maqedoninë e Veriut. Në vitin 1997 ka bërë platforma gjeopolitike e Putinit. Pra, ashtu siç ka qenë Rasputini carve, tani është Aleksandr Dugin. Ne ku jena Duginet tanë? Dhe ne i shohim të frustruar akademikët tanë, edhe i quajnë patriotët, nacionalistët, arkaik, folklorist, ta duhesh atë theun. A fola për Ulem Okëner. Tha unë, dhe ka thënë unë duhet vdesën e qak. Këtë duhet bëjnë akademitë. Duhet kemi mbrojtjen e betarës, mbrojtjen e gjuhës shqipe është së shajku. Gjuhës shqipe është së shajt. Ne nuk arritët, do të thënë që e vendoset Akademia Renët, por ju e sensibilizuat opinionin publik dhe i bët thirrje gjykatës kushtetuese që ka mbështetje edhe në Shqipëri, gjykatës kushtetuese në Maqedoninë e Veriut, dhe ishte Partia Bashkimit Demokratik për Integrim, ishin pastaj gjithë ata demokratë. Ishin gjithë ata antarë të BDI-s që kishin dhënë mira jetë njerëzore për të realizuar atë kauzën e Maqedonisë së Veriut. Kështu që ne duhet bëjmë një platformë. Dhe ju takon ju, Akademisë, sepse vërtet ju jeni parlamenti shpirtëror i kombit. Dhe ju takon ju... Zoti Aglej, ke 55 minuta, 2 peshke, që ke diskutuar... Ta lëm të mbaroj frazën, ta lëm me le zoti Kori. Se po thoshte një mendim. Thash ju me të drejtin i parlamenti shpirtëror i kombit. E tha, po. Dhe jeni nga rrenja, nga fara, të rrenja, të trungu e të gjitha degët. Pra dhe keni përgjegjësi historike. Ju falenderoj për kontributin që po bëni edhe në Sanxhakun e Pazarit të Ri, edhe që po shkoni në Preshev, po kjo është shumë e domosdoshme. Heqja, aksion, Greqia ka heqë me një vit të punimet. Po punimet, po. Ato s'kanë qenë të punime, që ato kanë qenë emrat e vërtet. Po i ka heqë emrat që kanë qenë aty të Çamrisë dhe i ka vendosur emrat e vet. Pra për një vit me aksion qeveria. Kurse këtu, jo e kisha kështu, jo e kisha, jena mësuar me këtë emër, jena mësuar me këtë emër. Për shembull, kthehem te Tropoja. Jena mësuar. Fjala Tropoj nuk është fjalë shqipe dhe pik. Po pra.
Ata që donë le ta mbajnë, sa të donë. Ne ja kemi vërtetuar shkencërisht të na dëgjoj publiku. Kemi çuar një dosje të madhe ku keni 67 veta nga ju, e keni firmën aty. Ta argumentuar me harta, tropoj, tripopolje, tripoljeveç, siç ka ardhur në vijim si emërtimi. Pra, ne duhet të kthehemi në identitet. Shumë drejt, dakor. I kthimi në identitet fillon duke hequr toponimet. Do të lutem. Çfarë do ta ketë Pokrates, zotri? Dakor. Po. Që du të kesh Pokrates? Kthejmë që ka pas. Po, linkes. Po. Linkes. Po, linkes ja. Kthejmë në origjinë. Kthejmë në origjinë. Që du të ketë, pse do të ketë Saranda, onezëm. Po, pse do të kemë emrin e huaj? Pse do të kemë emrin e huaj? Po. Ky është aksioni më i madh që nuk patriotizmi është me akt. Ne bën një studim tamam. Janë të si u bë ura pagrore dëmal. Ska gjë më mirë se sa të kthehesh në identitet. Ska gjë. Ka me emrin tuaj, si shkon me emrin tuaj? Si shkon me krejt Kosova? Po Kosova vetë se ka emrin. Po. Sa. Do të kthehet Dardania ndika e kanë dhënë dy pjesë, Kosovën me të hi. Po. Me të hi do të thotë vend kishash. Po. Vend manastirësh. Po. Të gjitha kishat katolike janë kthyer në manastire. Pse ata e kanë quajtur? Gjitha manastiret e veta i kanë quajtur në UNESCO si pjesë e trashëgimisë kulturore. Të kujt? Ku ishte Serbia atë? Serbia ka dalë në shekullin 19. Ku ishte Serbia? Pra gjitha i kanë quajtur. Dhe ata duhen të bëjnë ministete në të gjithë se kanë në tokën që thonë kisha ndërtojnë një shtet ekstraterritorial. Dhe kjo është qëllimi, copëzimi dhe filozofia komi kosovar, copëzimi në Maqedoninë e Veriut me oligarkizimin e pjesëve shqiptare. Ja, manastiri. Po. Manastiri Deçan. Po, shive. Tu ka ndodhur me dhunë konvertimi fetar, racor. Pra duke u prerë për ftrim e duart, duke i gjegë në shpinë, duke ja vendos kryqin atyre që nuk pranonin që të luteshin Zotit në gjuhën ortodokse por në gjuhën katolike. Po ka qenë ne kena kaluar një kaluar të tmerrshëm. Prandaj ka koha që gjithë shqiptarët të jenë një. Shumë drejt. Zoti Balej. A më jep drejt ta përmbledh 2-3 minuta? Do më lë 10 sekonda vetëm ta përmbledh. 59 minuta dhe 1 minutë. 10 sekonda, po. Nga një orë. Që në përputhje me ato që the ishte domethënë këtu që në vende është prej e famshme e Pashkovasës që e tham dhe në emision e kaluar, domethënë mos shikoni kisha xhamia, po feja shqiptaria. Po doja të thoya edhe pak përmendi Vuk Karadžićin, themeluesin e Serbisë. Ka një dokument, ka një letër ku Vuk Karadžići ja dërgon Petar Petrovićit, e kemi thënë në emisione të tjera sepse ka thënë zoti Nezhmi Ganiu. Është një letër, është dokument. Që ka thënë të dy ne jemi arbër. Pra, dhe Vuk Karadžići, themeluesi i Serbisë, ai që bëri ato ndryshimet e ato gjëra, dhe Petar Petrovići Malizit gjithë shqiptarja, nuk është të konvertuar. Të dy ne jemi arbër, po për shkak të këtij presioni që kemi në mbrapa, slav, dhe në qoftë se duam të jetojmë në këto troje tona, duhet të quhemi ju arbër, pra, ju malazes dhe ne serb. Pa, vërtet. Pra, kjo është tepër domethënëse. Urdo zoti Guri. Jo, unë dua ta përmbyll. Duke jo plotësuar, se plotësoj dot as Ganakle një studiusëm, do thoshja fenomenal. Sidomos për pjesën nga Drini edhe drejt Dardanis. Por për ta përmbledhur për lehtësi, për ato që tha zoti Aglaj, për lehtësi dikimi ose ritheksimi, sepse të vërtetat duhen thënë më shumë se sa mashtrimi. Kështu që po e filloj me ca që i nxori i malli brother zoti Kela. Lufta midis serbëve nuk është konflikt ushtarak të dhe. Është një betejë midis të mirës dhe të ligës. Tony Blair nuk është kryeministër apo person do si dodi. Njëna miq hynor të Shqipërisë do të themi. Është midis barbarizmës dhe civilizimit. Pra, barbarizma ishin ata dhe civilizimi ishte civilizimi Dardan. Vazhdojmë. Ndaloni serbët me një herë, për gjithmonë, Margaret Thatcher. Leri serbët të mbyten në livadhin e tyre, në policirin e tyre, Stenj. Helmut Kohl. Kancelara, kryeministër i Gjermanisë. E tjera serbët e fundit nga ministri i jashtëm gjerman përsëri Klaus Kinkel duhet të sillen në gjuhë, të përulen në gjuhë. Nuk janë shumë sjut.
thot një laureant, një sekretar i shtetit të Shtetit Bashkuar të Amerikës, nuk janë shumë të sjut, duke qenë barbarske si ti je i sjut.